pite rrethenike e mbushur plot djath, e nxehtë që ta ngrohë shpirtin, vetëm me 6 kuleç. Shumë e lehtë për fillestarët në kuzhinë dhe shumë e shpejtë në përgatitje. Një pite ideale për drekë ose për darkë. Ju lutem që të ndiqni videon deri në fund që ta kuptoni se sa shpejt përgatitet kjo recetë. Këtu kam rreth 500 gram me miell. Mielli që përdori është tip 400. Do t'i hedhi 10 gram me kryp dhe do ta përzijmë pak dhe do t'i hedhim rreth 350 ml me ujë të ngrohtë. Brumin do ta zëm të butë, jo të fortë. Nëse e zëm brumin më të butë, atëherë edhe petat do t'na hapen shumë më lehtë. Po nëse e zëni shumë të fortë, duhet që të presni, ta lëni të pushoni brumin rreth 10 ose 15 minuta që të lëshohet pak. Nëse jeni fillestar në kanalin tim, ju lutem që të më suportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Ju falenderit. Atëherë brumin e pites e kemi gati, do të vazhdojmë që ta shtrojmë mbi tavolinën e punës ku kam hedhur pak miell. Do të vazhdojmë që brumin ta punojmë njëjtë si në video dhe nga ky brum do të fillojmë që të ndajmë 6 kuleç mesatar. Atëherë për mbushjen kam përdorur djath, këtu kam rreth 500 gram me djath. Tani vazhdoj që t'ja hedhi 2 shmonda. Në harçin e përgatitur do të hedhim edhe rreth 100 litra me vaj. Do t'i hedhi edhe pak qumësht dhe do t'i përzijmë të gjitha së bashku. Tani vazhdojmë që t'i hapim kuleçet njëjtë si në video. Dhe do t'i lëjmë me vaj dhe do t'i palosim. Më pas do t'i lëmë që të pushojnë për rreth 5 minuta. Atëherë kështu do t'i hapim kuleçet njëjtë si në video. Do t'i lyejmë dhe do t'i palosim vetëm për gjysmë dhe do t'i largojmë me një anë që të pushojnë për 5 minuta. Kështu do të vazhdojmë me gjithë kulaçat. Pas 5 minutave, kuleçet kanë pushuar mjaftueshëm, do të fillojmë me hapjen e tyre. Tani pasi që kemi hapur kuleçet, do t'i vendosim mbushjen që përgatitëm më herët dhe do t'i mbështjellim. Atëherë pitën vazhdojmë që ta lyejmë me vaj dhe do ta prekim në furçë para ngrohur në 250 gradë për 15 minuta.
Atëherë, dhe këtu e kemi pyetjen e përgatitur, shpresoj që ju ka pëlqyer. Nëse përgatitni juve ju bëft të mirë. Deri në recetën e radhës, ju përshëndes.